rikthehet opsioni i ndryshimit të regjimit. Tani, mbase rikthehet ose mbase është një tentative Trump, siç doli në fillim që tha ne duam ndryshojmë regjimin, nëse mbani mend edhe në fillim kur nisë fushatat. Dakor, ky ka qenë objektivi, por pra ideja e Trumpit është për të lexosh librin e tij Art of the Deal, domethënë arti i marrëveshjes, është kjo që ti duhet të ushtrosh presion maksimal mbi tjetrin për të marrë marrëveshjen më të mirë. Për të marrë marrëveshjen më të mirë. Pra ai thotë unë dua të ndryshoj regjimin, që ata për të ruajtur regjimin mund të heqin dorë po themi në arma bërtamore. Pra ose nga Hormuzi. Po Hormuzi, Hormuzi është një monedhë e cila nuk mund nuk mund të përdoret shumë. Nuk mund të përdoret shumë sepse çdo vend aty pastaj gjen zile të tjera. Për shembull, Iraku tani është duke u ndërtuar, pra fushat e naftës dhe të gazit që janë në Irak, janë duke u ndërtuar, po themi, tubacione të cilat gazin dhe naftën irakene e nxjerrin. Ata kanë në drejtim të Turqisë, po tani kanë duke ecur në drejtim të Sirisë, në drejtim të Jordanisë dhe Arabisë Saudite për të dalë në detin e Kuqi. Pra shmangin Hormuzin. Njëkohësisht është duke ndërtuar një gjë të tillë, është duke ndërtuar dhe pra duke rritur potencialin e asaj që ka linjë ekzistuese është Arabia Saudite me atë të vetën. Emiratet e Bashkuara Arabe janë duke rritur potencialin për atë tubacionin tjetër kanë që e bëjnë bypass e puzë. Kuvaiti njëkohësisht është duke gjetur marrëveshje, po themi, edhe me Irakun e këto tjerë, pra që naftën e vet ta kalojnë nëpërmjet këtyre tubacioneve ta. Pra, në fund të fundit çfarë do ngeli ngushtica e Hormuzit nëse gjithë bota e gjen mënyra për ta nxjerrë në krahun tjetër, pra e nxjerr direkt në mesdhe. Pra është një monedhë e cila nuk duhet mbi përdorur, si thua. Mund ta përdorësh, po jo ta mbi përdorësh, sepse rrezikon pastaj të kthehet në kundërproduktive, që të gjithë e heqin aty dhe ty pastaj të rroftë pjesa e kanalit të ngushticës së Hormuzit. Endri, po gjithsesi, por në rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ajo që ka qenë kërkesa kryesore e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë armët bërtamore. Dhe kam përshtypjen që nuk kuptohet edhe nga një pjesë e mirë e atyre të cilët mendojnë që i kanë ndjekur ngjarjet, ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë për armët bërtamore. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bërë qartë që nuk do i lejojnë Iranit të ketë armë bërtamore. Këtë e kanë bërë më së qartë. Po, është vije kuqe. Kjo është jo e kuqe, po ma vi. Pra, është për Shtetet Bashkuara të Amerikës është e papranueshme që Irani të ketë armë bërtamore. Dhe duke qenë se Irani në ana tjetër nuk ka hequr dorë kur nga ideja për të patur armë bërtamore, ky është thelbi i gjithë konfliktit. Dhe këtu do po. Dhe ndodhi tani, sepse tani është pikërisht ajo dritarja për të ndërhyrë. Irani ishte duke rritur potencialin e vet të raketave me rrezet mesme apo me rrezet gjatë. Dhe këto raketa që janë edhe teorikisht më të lira se sa po themi ato të ndërtosh, po themi avion apo të krijosh një superioritet ajror të tjera, ti ke mundësi që pasaj të kthesh në shantazzues. Pra, imagjinoni, Irani kishte rreth 3000 raketa, nëse mbani mend, fillim të luftës, dhe sa e vështirë ishte për Shtetet Bashkuara dhe aleatet e vet, që i harxuan më njëherë bateritë e tyre Patriot, për të përballuar këtë presion. Dhe ky presion vazhdonte akoma. Këto raketa që godasin, sot ndarke kishin goditur një në ato qendrat e Amazonit, data center të Amazonit, e cila është në Bahrein. Dhe kjo asimetri ishte me një numër që ishte i madh, por relativisht i vogël, po të mendoje që plani i Iranit ishte që të kishte 10.000 në vend të 3.000. Me 10.000 do ishte pastaj e pamundur që ti të ndërhyje në Iran. Pra, në qoftë se Irani vazhdimisht thoshte pra në kuadrin e një kërcënimi ushtarak e mbante të fshehë ose thua të zbutur atë që ishte programi vet bërtamor, pra e mbante si thua jo tani kështu, jo po i fshihej, jo po nuk pranonte njëherë inspektorët, pastaj i pranonte, apo nxjerr me këto tjerë, pra zvarritej, në krau tjetër rriste numrin e raketave. Dhe kur të arrinte pikun, pra kur të arrinte 10.000, 15.000, 20.000 raketa, i thoshte largoni, s'kam nevojë për ty fare, sepse unë kam një potencial aq të madh me raketa, se s'ka asnjë fuqi ushtarake që mund të më sulmojë në rajon, sepse unë e bëj zjarr gjithë rajonin.
Po. E kupton? Pra me një numër sigurisht ishte 10 herë më shumë rakete se sa kaq. Dhe kjo ishte e qartë për amerikanët. Strategjia e Iranit ishte e tillë, rrit raketat që janë relativisht të lira në krahasim me teknologjitë e tjera, në mënyrë të tillë që ti të mos kesh avantazh strategjik mbi gjithë tjerët. Pastaj mbi gjithë tjerët që të mos të pengojnë te programi bërtamor. Pra, gjithë këto raketa nuk është për të pushtuar vendet. Kjo është Chelsea që unë të kem mundësi të vazhdoj programin. Ti s'më godet dot më, unë vazhdoj programin sepse kam raketat. Shumë strategji interesante. Kjo ishte arsyeja pse Shtetet Bashkuara ndërhyjnë në këtë moment kur numrat e raketave pra ishin në një masë të tillë që ishin shumë, por nuk ishin atë masë aq të madhe. Dakor. Sa të ndërkohë nga kryetari i parlamentit në Iran vjen, domethënë nga një anë kemi Trumpin që bën ato deklarata që bën, Galibaf, kryetari i parlamentit, deklaron që po nuk shitëm në naftë, askush nuk do të shes në rajon, dhe ky është një lloj kështu perifrazimi. Pra, Irani vazhdon të mbetet aty në këtë përpjekjen për t'ia pamundsuar të gjithëve shitjen e bllokimit shitjes naftës për gjithë rajonin. Si mendon se ku do ta çojë kjo konfliktin? Pra, nga një anë kemi Trump që kërkon këtë, nga ana tjetër kemi Iranin që godet vendet e gjirit, godet bazat amerikane në vendet e gjirit, godet deri në Jordani. Pra, si e vlerëson aktualisht situatën në këto kushte? Sepse palët duken të ngrira në pozicionat e veta. Nuk po bëjnë absolutisht zero tolerancë. Fatikisht, edhe kur ishin në krizën më të rëndë që pati bllokimin kushtësor Hormuzit, nuk është se çmimi i naftës vajte në rankun e $250 për fuqi, siç parashikohesh nga ata ekstremistët e pandemi që panikoseshin që do kishte, po themi, bllokim të ekonomisë botërore. Ka ndikim në ekonominë botërore, është patjetër që ka ndikim. Por ekonomia tashmë është bërë shumë fleksibël. Siç përmenda, filluan planet e tubacione, disa tubacione janë, të cilat e nxjerrin naftën nga vendet e gjirit, e nxjerrin me rrugë të tjera, duke i bërë bypass Hormuzit, dhe janë duke u ndërtuar korridore të tjera për këtë gjë. Po. Dhe ndërkohë këtë mungesë nafte në treg e kompensonin Shtetet Bashkuara të Amerikës, në cilët kompanitë amerikane të naftës filluan të bënin goxha fitime. Pra, në atë periudhë, e kemi folur këtu, kemi qenë në emision, që tregoja që numrat e këto tjerë. Pra, kërcënimi që nuk do ketë naftë këto tjerë, më përpara mund të ishte nuk do ketë naftë, nuk do të lejojmë këta të tjerë, po nuk shitëm ne, nuk do ketë naftë për të tjerët. Pra, ky kërcënim është një nga ato kërcënime të cilët normalisht mund të merresh seriozisht në kuptimin e para se të ndodhte kjo situatë, po kur ndodhi kjo situatë dhe u pa që vendet në një farë mënyre ja dolën, pra, çmimi i naftës nuk ty nafta më shumë të rrit nga kriza e luftës në Rusi-Ukrainë, nëse mban mend, që u vendos bordi i naftës në Shqipëri dhe të tjerë. Pra, atëherë ka pas një kërcim shumë të madh nafta, dhe ai ishte kërcim realisht serioz. Dhe ky që vjen nga vendet e gjirit që është prodhuar, nuk është se kishte kërcim. Dhe kjo ka ndodhur për arsye se në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po dhe në vende të tjera, janë gjetur apo janë arritur kapacitetet prodhuese të naftës dhe të gazit, apo edhe përpunuese, apo janë marrë dhe masa në të cilët një pjesë e mirë e energjisë, sepse nafta është energji, tashmë energjia ka kaluar dhe me energji të rinovueshme. Pra ti, nëse më përpara ty të duhesh gazi për të bërë një central për të prodhuar energji elektrike, tashmë ti nuk ke më një central të tillë, po ke panele diellore apo turbina. Dhe kjo e ka bërë që derga dalë rëndësia e vendeve të gjirit. Të mos e ketë zhvillimi më interesant që është aty në vendin në rajon është marrëveshja midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Arabisë Saudite për sa i përket energjisë bërtamore. Do të dalë aty menjëherë pas kësaj pyetje.
Nëse shkojmë tek se paga shumë ajo që ti the është që jemi në ato nivele ku jemi, po Izraelit nuk e kemi në këto sulme. Ndërkohë Jerusalem Post njoftonte për bunkerë që po bëhen gati. A mendon se Izraeli do t'i bashkohet kësaj fushatës? Ja, nuk mendoj që do i bashkohet në qoftë se Irani nuk e godet Izraelin. Deri tani po të Irani nuk e ka goditur Izraelin. Jo, nuk e ka goditur, kjo është e vërtet. Pra nuk do ta godas nëse Irani nuk e godet. Po, nuk do ta godas, ky është qëndrim i qartë i tyre. Ne nuk do godasim, nëse nuk na godasin. Ky ka qenë gjithmonë qëndrimi i tyre për Iranin, por pikpyetjen, arsyeja pse ndodh, domethënë, është fakt shumë i thjeshtë, domethënë ti je duke përballur në një konflikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me fuqinë ajrore të Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk bën sens logjik që ti të rrisësh numrin e kundërshtarëve tu. Pra, janë 300 avion F-35 Nair që janë amerikan, pse duhet të shtosh edhe 200 tjerë izraelit, domethënë që mund goditen më shumë objektiva në Iran. Pra, nuk bën sens për Iranin që ta përhapi konfliktin dhe të fusi brenda në konflikt të fusi dhe një tjerë. Pra, në ana e strategjisë ushtarake nuk bën sens për Iranin që të kryejë një veprim të tillë. Dhe kjo është arsyeja që edhe Izraeli për shembull në këto momente është duke kryer, po themi, edhe ndonjë kundërpërgjigje ndaj Hezbollahve apo ndonjë goditje brenda në Gaza për element që ai quhen të armatosur, dhe Irani nuk i kundërpërgjigjet fare, as Huthit nuk janë ndjer, as pra duke se ruhet. Po kjo nuk do të thotë që Izraeli nuk bëhet gati dhe përgatit bunkere, se thotë në një moment tjetër mund godasin, ne do të jemi gati. Si do të jemi gati dhe ne fatikisht Jo, te ne do dalim ditë tjetër, po sot këtë marrëveshjen arabish, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Arabi Saudite, këtë marrëveshjen e proliferimit bërthamor, si e lexove? Ndërkohë Shtëpia e Bardhë shtoi dje që kusht për këtë është vendosur, domethënë ato rikthimit e akordit Abrahams edhe njohja e shtetit. Tani ka një e para në kuadrin e përgjithshëm, siç tham për këtë. Nafta nuk është e pafund. Nafta do mbarojë një ditë. Rezervat e naftës do mbarojnë një ditë. Edhe ti pastaj do të ngeli në dorë një infrastrukturë e cila është bazuar tek nafta. Dhe që është energjia e saj është tek nafta. Pra e bazuar tek nafta. Në këto kushte ty të duhen burime të tjera energjetike. Dhe burimi më i mirë energjetik në këtë rast për Arabinë Saudite është energjia bërthamore dhe energjia diellore, duke qenë se është në vend shkretir dhe mund të vendosi panelit së dush. Po ajo që është më e sigurta mbi të gjitha është në kuptimin e qëndrueshmërisë së prodhimit është energjia bërthamore. Dhe nuk e ka vetëm Arabia Saudite, ka një marrëveshje të tillë edhe me Emiratet e Bashkuara Arabe, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë po të njëjtën marrëveshje me një diferencë thelbësore, që nuk bien sy më pamet parë, po ta lexosh tekstet e marrëveshjes, kupton që nëse në rastin e po themi të Emiratet e Bashkuara Arabes kishte kushte shumë të qarta dhe shumë specifike për monitorimin edhe për moslejimin e krijimit të një pasurimi dhe krijimit të një arme bërthamore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Për Arabinë Saudite kjo klauzol nuk është. Pra, do pasurohet uraniumi, do ndërtohen ato, po themi, centralet bërthamore të tjera, por mekanizmet e kontrollit për të mbajtur në kontroll sa uranium pasurohet dhe deri në çfarë mase pasurohet, me Arabinë Saudite kjo gjë nuk është specifikuar në këtë traktat. Pra, do ketë mekanizme kontrolli, po jo si në rastin e Emiratet e Bashkuara Arabe që mbahet me shumë kontroll. Tani, këtë duhet ta lidhim me kërcënimin që ka bërë Arabia Saudite që më përpara, që ka thënë nëse Irani do ketë armë bërthamore. Arabia Saudite ka përgjigjur dhe ajo armë të saj bërthamore, ka për t'i blerë apo ka për t'i sajuar këto të tjera. Pra, një veprim i tillë i le hapur mundësinë Arabisë Saudite që nesër pas nesër të mund të krijojë edhe vetë ajo armët e saj bërthamore. Nuk thuhet specifikisht,
nuk thuhet specifikisht, por i lihet, po themi, nuk është aq strikt kjo marrëveshje sa që ishte në Emiratet Arabe. Prandaj ka patur një reagim Bernie Sanders, Endri, se po e lexoja sot, domethënë raport me këtë mundësinë që një diktaturë, thoshte Bernie Sanders, të ngjashme me regjimin iranian t'i jepet në dorë. Domethënë ideja e Sanders ishte kjo. Ti shkon dhe sulmon një shtet si Irani, i cili e konsideron një regjim etj, ndërkohë Arabi Saudite, që për Sandersin është gjithashtu një regjim dhe një diktaturë, i ofron të njëjtën mundësi. A ka sens e gjitha kjo? Tani, nuk janë një lloj Arabia Saudite me Iranin. Arabia Saudite, është, po themi, nuk është demokraci, është monarki absolute, siç janë dhe vendet tjera të Xhirit, pra ti ke, po themi, Katarin, ke Kuwaitin, ke Emiratet e Bashkuara Arabe të tjerët, janë monarki, janë mbretëri me pushtet absolut të mbretit apo princit kuror apo të emirëve, ata që janë, po themi, drejtues. Dhe kjo është ndryshim nga Irani, i cili thotë unë jam demokraci, thotë se bëj ato zgjedhjet. Por në drejtim të politikës së jashtme nuk ka pasur, po themi, atë ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve të tjera, siç ka pasur Irani nga ana Arabi Saudite. Arabia Saudite është përfshirë një herë në konflikt me Izraelin në 48-ën, ku ka qenë lufta e parë, dhe më mbrapa nuk ka marrë pjesë në asnjë konflikt ushtarak. As nuk ka sulmuar. E qartë, ndërkohë Irani po thua aksi që Irani me politikën e vet ka sulmuar, po themi, ka pasur konfliktin Irak-Iran, është futur me Hezbollah duke bërë rrëmuj, po themi, në Liban, është përzierë me Hamasin, është përzierë me Houtin në Yemen, ka tentuar të bëj grush shteti në Bahrein. Bahreini është një situatë shumë specifike, shumica e popullsisë është suni, është shia, kurse monarkia është shiite. Sunite. Po, është sunite. Po problem. Pra, monarkia është sunite dhe ka mbështetjen e po themi, vendeve të tjera të Xhirit, ndërkohë që popullsia është në shumicë shiite. Dhe kjo krijon atë konfliktin në Bahrein, të cilin Irani u përpoq ta realizonte me një grusht shteti. Pra, në qoftë se është e vërtet që nuk është se është ndonjë demokraci, por në drejtim të marrëdhënieve të tjera, Arabia Saudite është treguar më e përmbajtur. Më e përmbajtur. Pastaj, në kuadër të asaj të financimeve që Arabia Saudite ka bërë për grupe të ndryshme që ka qenë në botë, ka ato që janë, po themi, duhet kuptuar që Arabia Saudite nuk është se është një unison i madh. Pra, ka njerëz që janë atje, qoftë familjes mbretore apo që janë të tjerë, të cilët kanë një pasuri jashtëzakonisht të madhe për shkak të tregtisë naftës, dhe secila për këtyre familjeve mund të mbështesi, po themi, edhe grupe të ndryshme ekstremiste. Pra, nuk i mbështet familja mbretërore, po del një, po themi, si thua, nuk i mbështet mbreti, po del një kont, po të kapim idenë e Evropës, i cili mbështet një grup ekstremist diku, po themi, në Yemen, apo në Etiopi, apo në vendet në Sudan, në cilët janë përzierë pra këto të tjerë, por nuk është se është politik shtetërore. E vetëm herë që kanë bërë ndërhyrje ka qenë, po themi, në trupat jashtë Arabisë Saudite, ka qenë në Yemen, po edhe kjo ka qenë pas kryengritjes që bëri pra Houthit, që tentuan të Houthit sërish e kanë bllokuar, i kanë shpallur blokadë Arabisë Saudite. Dhe pra, po ta shikosh në këtë drejtim, është e vërtet që nuk është demokraci, por është treguar më e përmbajtur në raport me vendet e tjera. Siç është dhe Kina, nuk është demokraci Kina, por është treguar e përmbajtur në raport me vendet e tjera për të përdorur potencialin e vet. Jemeni, Arabia Saudite, Houthit sapo kanë shpallur blokadë detare për Arabinë Saudite. Si e vlerëson këtë situatë dhe çfarë mund të prodhojë në raport me të dy vendet? A mund të kthehet kjo në një arsye të një konflikti të ri midis Arabisë Saudite dhe Houthit? Konflikti është ekzistues domethënë qëndron. Jo, a mund të ndizet? Jo, a mund të ndizet? Dhe ata që po vuajnë kryesisht në këtë rast është popullsia e Yemenit. Jemeni, domethënë,
është çdo 6 minuta vdes një fëmijë nga uria, domethënë në Yemen. Nuk flitet në botë sepse është kështu, por është realisht situatë shumë e keqe nga ana ekonomike. Është, domethënë, lufta aty ka shkatruar çfarëdo lloj gjëje, fraksionet e luftës aty kanë bërë të pamundur po të jetesën për njerëzit e thjeshtë, si jetojnë kufit ekstrem të varfërisë. Domethënë, është një nga vendet që të vjen keq, po nuk ke çfarë i bën, domethënë, sepse nuk e ka vëmendjen e botës siç mund ta kenë rajonet e tjera të xhirit. Pra, flitet 100% kohës flitet për Palestinën, por nuk flitet për tragjedinë që ndodh në Yemen, për tragjedinë që ndodh në Sudan. 2 milion të vdekur në Sudan nga uria, apo në Somali, apo në vendet e tjera. Pra duke sikur vëmendja e botës përqendrohet në një pikë botë, por për këto vendet e tjera askush nuk merr përsipër për të flasë as fjalë. Dhe që janë tragjedi, kur them 2 milion të vdekur nga uria, e kuptoni se sa çfarë shkallë e madhe. Dhe në Yemen, një pjesë e kësaj që ka ndodhur, është edhe për shkak të konfliktit që kanë Houthit me Arabinë Saudite, sepse Arabia Saudite i ka vendosur blokadë. Pra, Houthit. Është Arabia Saudite që ka vendosur blokadë Houthit, blokadë në cilën e kanë të vështirë ata të kryen tregti apo të kryen marrëdhënie ekonomike këto të tjera. Pra, edhe ky rezultat që ka ndodhur sepse Houthit kanë, nëse mbani mend, jo vetëm që kanë goditur atë që ka qenë qeveria legjitime, po themi, dhe kanë marrë me grusht shteti nëpërmjet, po themi, bashkëpunimit edhe me pjesë të tribuve sunite, pra kur e kanë kryer grushtin e shtetit para 20 vjetësh. Por, njëkohësisht, Houthit, po themi, kanë goditur dhe atë që kanë qenë rafineritë e naftës Aramcon, për shembull, dhe kanë goditur disa herë me raketa iraniane, pra në Iran. Dhe në kundërpërgjigje, Arabia Saudite një herë ka nisur forca në drejtim të, po themi, të Yemenit, ka arritur të krijojë një zonë në të cilën, po thot, këtu jam unë. Nuk janë vetëm ato, janë dhe Emiratet e Bashkuara të Arabe, të cilat janë prezent në Yemen, pra për të stabilizuar situatën, dhe një përplasje midis zonave ku ndodhen ata të Emirateve Arabe dhe të Arabisë Saudite ka krijuar dhe probleme diplomatike midis dy shteteve, kjo situatë aty. Dhe pjesa tjetër ku janë këta që janë Houthi është një pjesë në cilën ata janë mbajnë në këmbë nga ndihmat që marrin, pra ndihma ushtarake që merren nga Irani, në kuptimin e atyre materialeve ushtarake të tjera, bëjnë të mundur mbajtjen në këmbë të asaj infrastrukture ushtarake të Houthit, të cilët njerëzit vdesin për bukë, fëmijët vdesin për bukë, ama ka raketa që vlen miliona euro. Dhe kjo situatë tani varet se sa do zgjasë. Dhe Houthi, po ta bësh re, pavarësisht folurës së tyre, situata ekonomike sa vjen e bëhet më e rëndë. Dhe Irani tashmë duke marrë goditje nga ana e, po themi, Shtetet Bashkuara të tjerë, nuk ka mundësi ta furnizojë shumë. Kështu që do të vi duke... Dhe Houthi tashmë janë midis kësaj që duhet të qëndrojnë edhe me Iran, sepse mbijetesa e tyre varet nga Irani, por në anën tjetër edhe po egzageruan shumë, rrezikojnë ekzistencën. Pra, janë duke bërë ato deklaratat e tyre, bëjnë ndonjë goditje, por jo po themi që të shkojnë all in, domethënë që të futen komplet në luftë totale. Endri, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të fundit të emisionit është bashkuar me mua Zef Shtjefni, koleg gazetar pari, pastaj biznesmen, sipërmarrës, edhe politikan pak. Ka pak nga gjitha e hiq për asgjë. Zef, kënaqësi që të kam. Faleminderit shumë. Si gjithmonë. Sot Zef, ajo kryelajmi ditës sotme, madje edhe mendoj që kryelajmi i këtij muaji do të jetë pikërisht ky reagim që kryeministri Rama ka bërë sot përpara grupit parlamentar Partisë Socialiste, përpara deputetëve dhe kryetarëve të bashkisë. Si e lexove, cilat ishin mesazhet kryesore, si e lexove këtë ndryshim kursi, se e konsideroi dhe kthesa e madhe, madje i kishte vënë dhe emër Besa. E konsideroj shumë pozitive.